Sulmohet furgoni me para në Prishtinë, plagoset me armë një person. Prishtina u trondit paraditën e SHN-s nga një ngjarje e rëndë. Mësohet se një person ka mbetur i plagosur pas një tentative grabitje me armë zjarri. Bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:30 në lagjen veterinik të Prishtinës, ku një person ka mbetur i plagosur gjatë një grabitje të armatosur. Grabitja ka ndodhur në parkingun e një qendre tregtare, ndërsa është përfshirë një furgon që transportonte para dhe ishte i siguruar nga pjesëtarët e sigurisë. Sipas informacioneve të para nga policia, gjatë këtij incidenti ka patur shkëmbim të shtënash ku një prej personave është plagosur. Zëdhënësja e Policisë Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka konfirmuar se ngjarja dyshohet të ketë ndodhur gjatë përpjekjes së grabitjes ndaj furgonit që transportonte para. Hetuesit dhe policisë janë në vijim të hetimeve për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për identifikimin e të dyshuarve.